Padyshim që kryefjala e mediave ka qenë incidenti i ndodhur gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania ku Josefin Marku qelloi me pëllëmb aktorin tjetër të shtëpisë Gjestin. Pas kësaj ngjarje, Jozi u shoqërua në komisariat, ku pasi dha dëshminë e tij u procedua në gjendje të lirë. Të shumta kanë qenë reagimet lidhur me këtë situatë. Disa prej ndjekësve e kanë përqafuar veprimin e dhunshëm të këngëtarit e disa të tjerë e kanë dënuar. Ata kanë shfrytzuar rrjetet sociale të Jozit për të shfryrë inatin, por edhe për të treguar mbështetjen. Kjo e fundit është vënë re në numrin e ndjekësve të ish banorit të Big Brother VIP. Ai kishte 56.700 ndjekës, ndërkohë që tani numëron plot 67.500 ndjekës, ndërsa për ata që e kanë dënuar veprimin e këngëtarit, ka qenë vetë ai i cili ka marrë masa. Jozi ka vendosur që të mbyll të gjitha komentet në postimet e tij, duke mos i dhënë kështu mundësinë ndjekësve që ta kritikojnë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.